Në një prej zonave më të populluara të qytetit të Shkodrës, mes dy lagjeve të mëdha, Parruc dhe Xhabie, lindi ideja për t'i krijuar një hapësirë ndryshe nga çfarë ofron zakonisht një lokal lagjeje. Moka erdhi si një nevojë e komunitetit, një ambient i afërt, familjar, por njëkohësisht modern dhe me shumë shërbime. Koncepti ishte i qartë që në fillim, të ndërtohej një hapësirë ku familjet, të rinjt dhe fëmijët të mund të kalonin kohë cilësore pa patur nevojë të shkonin drejt qendrës së qytetit. Sot, Moka është kthyer në një pikë takimi për banorët e zonës, por jo vetëm. Ideja për krijimin e Moks na erdhi të pasi ishte një zonë mjaft e madhe e qytetit, me fjalë dy lagje më të mëdha të qytetit, ku mungohet realisht një lokal i tillë që të ofronte shërbim gjithanshëm, me fjalë, si për familje, si për rini, si për fëmijë. Mendova të ndërtoj një lokal që t'i ofronte komunitetit mundësinë që të kishte afër shtëpisë të gjitha ato shërbime që po përmendim, pa pas nevojën që dalin ndoshta në qendër, sepse për ditë mundesh me dalë në qendër. U ndërtu midis këtyre dy lagjeve, funksionoi mirë, sepse tash njerëz shihet sepse frekuentojnë, e pëlqejnë, kthehen, janë të kënaqur, edhe njerëzit janë të kënaqur për shërbime. Lokali ofron një gamë të gjerë shërbimesh, nga bari, piceria, kreperia, piadina dhe pasticceria, deri tek hapësirat e dedikuara për lojrat e fëmijëve. Kjo e bën atë një ambient funksional për çdo moshë, ku prindrit mund të shijojnë kafen ndërsa fëmijët argëtohen në një hapësirë të sigurt. Sepse realisht ka shërbime të rëndë të gjitha, prej barit, një restorant që është më shumë të zneku me pizzeri, kreperi, piadineri, pasticceri, edhe lojnat e fëmijëve që është kryesorja që shumë familje nevojiten, më fjalë sepse fëmijët kanë nevojë për dëfrim edhe afër shtëpisë, po pas nevojë për me marrë rrugët. Edhe me kalu një kohë të lirë, edhe mendoj sa më komod. Moka lidhet më shumë me arkitekturën e lokalit. Bën me ngjyrat që ka vetë lokali, është një ngjyrë moka, këtë mendova që arkitekturën ta shfaqim atë emri. Kjo ishte ideja. Është një arkitekturë moderne, ka këtë ndërhyjme në ngjyrës moka brenda, që është detaji kryesor që spikohet gjithmonë. Edhe pse çdo fillim është i vështirë, pritshmëritë janë te kaluar. Lokali është pritur mirë nga komuniteti dhe tashmë frekuentohet nga të gjitha grup moshat, nga të moshuarit e lagjes tek të rinjt dhe familjet e reja. Gjatë sezonit veror, Moka është frekuentuar edhe nga turistë të huaj, të cilët e zbulojnë përmes rrjeteve sociale dhe vlerësojnë ambientin, mikpritjen dhe ushqimin e freskët të përgatitur çdo ditë. Sot, Moka përfaqëson një model të ri, lokal lagjeje, përmes standarde moderne dhe shërbime të shumëllojshme, duke i dhënë zonës një qendër të re sociale dhe argëtuese. Për ata që nuk kanë mundësi ta vizitojnë, ofrohet edhe shërbimi taksi, duke e bërë eksperiencën të aksesueshme për të gjithë. Çdo fillim është i vështirë, po ishte intrigues, ishte një bazë që na mendume si koncept e kishim komplet krijuar në kokë me fjalë, ishte për mua pasi si do të funksiononte në komunitet. Por realisht funksionoi mirë. Edhe mendoj që e kemi menduar mirë mbas të punës. Pjesën e verës që ka më përhapur për turizmin në Shkodër, ka shumë frekuentim edhe për të hujve. Realisht kërkohet në Google, ka review të mira, faqet e Instagramit, shihet është lokali përhapur, edhe janë rikthy. Këra pas sa turista që janë rikthyer edhe shumë herë kur kanë ardhur, kanë me shumë të kënaqur. Kjo ka ecë mbas zhvillimit, Shkodra është hap për të hujtën. Një turist për shembull gjen gjë për një ambient që monal sa në Shkodër, edhe merr shërbimin e parë të Moka. Këtu ka ambientin që është super familjar. Pastaj ka edhe ushqimin që është shumë i zgjallë, shumë cilësor, që përgatitet për ditë, fjalë me një me përkushtimi për gjitha produktet që zgjallen nga më të mira, nga më të freskët, ka edhe barin. Realisht mesin shumë të kënaqur. Impresionet janë më të mira, për ata mundën me pa ka review, me fjalë të gjitha review që kena pozitive. Turistat vinë, mesin të kënaqur. Kjo ishte edhe një nga idetë e para kryesore që kishim ne, sepse kësaj zonë realisht është një zonë shumë e madhe e qytetit, në dy lagje të mëdha të mëdha. Mungohet realisht një vend dëfrimit për fëmijë. Edhe kjo ishte një ide që familjarët, prind me fjalë të kishin ku të çonin fëmijët, pa pas nevojë në marr rrugët. Me fjalë të kishte një ambient dëfrimit, një ambient realisht është shumë i frekuentuar për fëmijëve, sepse këtu është mungesë kanë të lojrave dhe xhanave argëtuese për fëmijë. Gjithçka është një lokal i konceptuar për gjithë. Me fjalë për rini, është për familjar, është për i mosh më të madhe. Fjalë ofron
gjitha shërbimet. Gjithë njerëz në jenë mirë në çfarë lloj moshe, ka të shpa me hime pa ka lloj klientash janë familjar që vinë me kaluaj masdite me fëmijë, me kalu 1 orë, 2 orë, në shkputë mësimeve, gjanave, ka të ri që dojnë me kalu një masdite njëri me tjetrin. Ka edhe moshë të madhe që vinë, që pinë në të kafën të vërditshme. Ne kena klienta që vinë edhe prej anë, si thojnë. Vinë edhe prej lagjeve tjera, vinë edhe për lagjeve më të largëta të qytetit. Kena realisht klienta që janë të përditshëm, që bëjnë rrugë për marrë në moka, sepse në rëndësia këto njënë si në shtëpi, njënë si në familje, kanë një lidhje edhe me stafin, është gjithçka ndërthurë në mënyrë perfekte. Menuja është mjaft e larmishme. Atëherë ne kena një pizzeri që është militare që kërnojna me këtë pizzeri, kena bëjmë pjadina, kena kreperi, kena pasticeri, kena lloj gjanash, kena burgera, kena është një kuzhinë shpejt, por jo fast food. Është një kuzhinë që t'i ofron gjitha gjanat për fjalë për në kalu një moment mirë, pa etiket në kuptimin që jo një restorant i mirë fill që mu ul, por ndërthurën me bar, një snack. Ne ftojmë njerëz që ta provojnë mokë. Përgjithësi njerëz që kanë ardhur janë rikthy, nuk ka mungesë. Moka duhet provohet paktën një herë sepse është një ambient super i ngrohtë, një shërbim super i kulturuar, një menu shumë e pasur, shërbime cilësore, edhe ju ofrojmë që ta provoni, pastaj ju vlerësoni dhe të ktheheni ajo. Kur mos keni mundësi me ardhë, mundeni edhe përësit në delivery, ne kena një numër telefoni, një shërbim taksi, punojmë edhe me partner si Volti apo një Kliku, provoni asortimentet tona dhe besoj të mbeteni të kënaqur. Me ngjyrat e saj të ngrohta, ambientin modern dhe gamën e gjerë të shërbimeve, ajo ofron një eksperiencë të plotë që shkon nga kafeja e mëngjesit tek pjatat e freskëta të drekës, nga lojrat e fëmijëve tek ambienti mikpritës për të rriturit. Ky lokal i lagjes është kthyer në një pikë referimi për komunitetin, duke i dhënë zonës një vend ku mund të takohesh, të argëtohesh dhe të shijosh cilësinë pa pasur nevojë të largohesh nga shtëpia. Një shembull i qartë se si një ide e thjeshtë mund të transformojë jetën e përditshme të njerëzve.